بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين والعاقبة للمتقين ولا عدوان إلا على الظالمين والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين وبعد. Vazhdojmë dhe sot me lejen e Allahut të lartësuar dersën e 63 me radhë nga tefsiri i Kur'anit famulart. E që neve në dy derset e kaluara kemi shpjeguar disa ajete të cilat Allahu subhanahu wa taala na I tregon se ka duhet të kthehet besimtari dhe cila është kibla e vërtet. Gjithashtu na tregon Allahu xhalla wa ala qytetarët e librit e njohin Resulullah sallallahu alaihi wasallam ashtu siç e njohin bijtë e tyre. Ne sot me lejen e Zotit xhalla wa ala do të shpjegojmë nga ajeti 148 deri te ajeti 152, ku Allah subhanahu wa taala ende e rro këtë çështje për të na treguar neve se sa e rëndësishme është kjo çështje. Thot Zoti xhalla wa ala wa li kullin wijhatun huwa muwalliha. Thot o besimtar, çdo popull ka një anë të cila kthehet, I kanë të veta kthehen ka dojnë ata. Fastabiqul khairat. Dërsa jo besimtar, fastabiqul khairat, shpejtoni në punë të mira. Aynama takunu ya'ti bikum Allahu jami'a. Sepse kudo që t'jeni në dynja ka për t'ju tubu Allahu azza wa jalla në ditën e gjykimit. Inna Allaha ala kulli shay'in qadir. Allahu për të është e mundur çdo gjë. Dashur vëllezër, Allah azza wa jalla këtë ajet po thot çdo popull kthehet ka ana e tyre. Ndërsa besimtarët po thot fastabiqul khairat, ju shpejtoni ka punë të mira dhe ju e dini se cila është kibla e vërtetë që Allah subhanahu wa taala ja tregoi juve. Dhe shpejtoni në punë të mira si falënderim ndaj Allahut azza wa jalla, që ju tregoi se cila rruga e drejtë, cilën rrugë duhet ta ndjekni ju si musliman, ta ruani kiblën e juve, mos ta humbni atë, ashtu siç e humbën popujt e mëhershëm, dhe devijuan pastaj nga rruga e Zotit xhalla wa ala. Fastabiqul khairat, Imam Kurtubi thot shpejtoni në punë të mira, thot shpejtoni faleni namazin nga kibla që Allahu azza wa jall ju ka bëu juve o musliman. Thot sa e rëndësishme është namazi në kohën e tij ku Allah azza wa jall po thot fastabiqul khairat, shpejtoni shpejt në punë të mira. Falani namazin në kohën e tij. Ka kibla të cilën neve ju kemi drejtuar. Ruani kiblën e juve. Keni parasysh se Allah azza wa jall ju ka nderuar me këtë kiblë. Ja ka treguar të vërtetën. Aynama takunu ya'ti bikum Allahu jami'a. O besimtar, kudo që jeni ju, qoftë në tokë, qoftë në det, qoftë në qoshën e tokës, në qoshën tjetër, një pjesë trupit në në qoshën e dynjas, një pjesë tjetër në qoshën tjetër të dynjas, ya'ti bikum Allahu jami'a. Allahu azza wa jall ka për t'ju sjellë të gjithëve, ka për t'ju tubu në ditën e gjykimit. Kudo që t'jemi, Allah azza wa jall na tuban sepse është ala kulli shay'in qadir. Allah azza wa jall për të është e mundur çdo gjë. Ka fuqi që neve nuk na I merr mendja. Edhe hi dhe plohon më u bën ne, Allah azza wa jall na ringjall dhe na të bën ditën e gjykimit. Edhe një pjesë trupit me pas dikon edhe një tjetër dikon, prap Allah azza wa jall do të na tuboj dhe të dalmi para tij për don llogari. Pastaj Zoti xhalla wa ala prap e cek çështjen e kiblës, wa min haythu kharajta fawalli wajhaka shatr al-masjid al-haram. Gaxho të shkosh o Muhammed, kthej fytyrën ka Mesjidul Haram. Kudo që të shkosh. Ke dal musafir dikon, ktheje fytyrën ka Mesjidul Haram në kiblën tënde. Innahu la-haqqu min rabbik. Dije që innahu la-haqqu min rabbik. Kjo është e vërteta nga Zoti jot. Kjo është kibla e vërtetë nga Zoti jot. Ka kthy ka Mesjidul Aqsas, ka kibla e Ibrahimit dhe të gjithë pejgamberëve. Kjo është e vërteta. Pastaj thot: "Wa Allahu bighafilin amma ta'malun." Allah nuk është I pa kujdesshëm ndaj veprimeve tuaja. "Wa min haythu kharajta fawalli wajhaka shatr al-masjid al-haram." Prapi thot:
Kudo që ti nga shkosh ti, prap ktheje fytyrën nga Mesjidul Harami, nga Qabja. Pastaj thot, wa haythu ma kuntum fawallu wujuhakum shatrah. Nga do që ktheheni, prap ktheheni fytyrën nga Mesjidul Harami. 3 herë Allah Azza wa Jall në këtë ajet të dashur vëllezër jep urdhra. 3 herë. E përmend, ka do që të shkoni, ktheheni fytyrën nga Qabja. Ka do që të lëvizni, ktheheni fytyrën nga Qabja. Ka do që merrni rrugë, ktheheni fytyrën nga Qabja. Dashur vëllezër, ka do që dalësh ti kthej fytyrën nga Qabja. Ulema Islami thot, pse Allah Azza wa Jall aq shumë e ka përsëritur këtë çështje? Pse? A do të thotë që në Kur'an përsëritën gjanat veç hajt ashtu shkele shka? Don hajt e ka përmend një çështje, përmendet Musa shumë, përmendet Bani Israilit shumë, përmendet Qabja shumë, përmendet kthimi nga kibla shumë. A veç hajt ashtu përmendet ta? Jo. Çdo përsëritje në Kur'an, çdo përsëritje që neve na duket që është përsëritje, është besim në vete. Tregon se sa e rëndësishme është ajo çështje tek Allahu subhanahu wa taala. Sa ka rëndësi të madhe kjo çështje. Aq ka rëndësi të madhe sa që Allah Azza wa Jalla përsërit disa herë, sepse na i tregon se çfarë çështje ka qenë në Medinë kjo punë. Sa të madhe e kanë bërë Bani Israil, sa të madhe e kanë bërë Ehlul Kitab. Dhe besimtarëve i forcon të, o besimtar, mos i dëgjoni ata që vlasin rrugëve. Haythu ma kharajt fawalli wajhaka shatr al-masjid al-haram. Kudo që të shkosh, kudo që të jesh, kudo që të dalësh, ktheje fytyrën tënde ka kibla. Dije ka ki kiblën o musliman. Wa innahu lal-haqqu min rabbik, se kjo është e vërtetë nga Zoti jot. Pastaj thot min haythu kharajta fawalli wajhaka shatr al-masjid al-haram. Kudo që të dalësh, pa prap ktheje fytyrën ka Mesjidul Harami. Wa haythu ma kuntum, kudo që të jeni, prap ktheni fytyrën nga Mesjidul Harami, nga Qabja. Edhe ne i thamë në dersën e kaluar, kjo është një mësim në vete për muslimanin, sepse valet e sprovave tek besimtarët ka bërë që të jenë në lindje dhe në perëndim. Sikur Zoti xhallahu ala po don më tregoj musliman, ka do që të shkojsh, mos e harro ka ki kiblën. Mos harro ka do të më kthy ti si musliman. Mos e harro traditën tonë. Mos e harro Resulullah sallallahu alaihi wasallam, dinin e Allahut azza wa jall. Sepse dikush mundohet me ta ndru kiblën. Mundohet me ta ndru drejtimin, ti dije ka ki kiblën. Dije. Pastaj Allahu Jalla wa Ala thot, li alla yakuna lin-nasi alaykum hujja. Në mënyrë që njerëzit e tjerë mos kenë argument kundër juve. 3 herë ka përsërit kthimin nga kibla dhe pastaj po thot në mënyrë që njerëzit e tjerë, është për qëllim jehudët e Medinës, sepse nga njëherë ajetet vinë të përgjithshme e ka për qëllim të veçantën, ndërsa nga njëherë vinë të veçantë e ka për qëllim të përgjithshme. Në këtë ajet ka për qëllim jehudët e Medinës. Mos të kenë argument ata kundër juve. Çfarë argumenti kanë ata kundër Islamit? Këtë rast, sepse ulema e Islamit thonë, në Tevrat dhe në Injil ka shkruar se ummeti Muhamedit sallallahu alaihi wasallam kibla e ka Qabën. Kibla e ka Qabën. Të të dhejun që fëse nuk ktheheni ka kibla, kanë mja u përdorë si argument kundër juve, kundër dinit Zotit. Shkone se se Allah Azza wa Jall e mëson këtë ummet, se si më argumentu kundër të tjerëve. Atë shumë është argumentu së dini Zotit Islami, sa që nuk len farë me dyshi heq, as kujt nuk i le hapsirit, as një më të voglën hapsirë, me kundërshtu dinin e Zotit xhallahu ala. Thot ata e din ka e keni kiblën, andaj ktheheni ka Qabja, sepse është e vërteta e Zotit juve, dhe nëse ju nuk ktheheni, ata ja u përdorin si argument. Kur ju kthy muslimanët ata kanë thonë, si kthesh edhe ne kanal na po të pasojnë. E Allah Azza wa Jall thot mos i dëgjoni. Vazhdo në rrugtimin e juve, ka kibla e vërtet, ka dini Allah subhanahu wa taala, sepse pastaj ja u përdorin si argument. E Allah Azza wa Jall e mëson këtë ummet se si duhet më argumentue rruga e drejtë. Si duhet më përdor argumentet. Edhe këtë din veç Zoti xhallahu ala ka rujt. Sepse mos tarun te Zoti xhallahu ala, atë shumë është sulmuar, është pretendu me zbe, me dëmtu, sa që sot ndoshta siç mi qenë fare musliman. Po Allah Azza wa Jalla ka rujt
edhe Allah Jalla wa Ala do heru deri ditën e Kiametit. Pastaj Zoti thot, illa alladhina zalamu, përveç atyre që janë mizar. Pra të tjerët mos t'ja përdorin si argument këtë punë. Illa alladhina zalamu, përveç atyre që janë zullumçar, e ka për qëllim Kurejsh të Mekës. Allahu Azza wa Jall thot argumentet që i bin ata, nuk ja vlen më u marr fare hiç me ta, se ata s'kan fare argumenti, folin kot. Pra Allah Azza wa Jall këtë pjesë sa jetë po na i bën me dije që një njeri që mundohet me argumentu kundër fesë, me argumentet kota, pa lidhje, hiç mos u merr. Sepse mushrikët e Mekës pi thot illa alladhina zalamu. E ata që janë mizor, mos u merr me ta, ata bin fjalë, filasin, fare hiç mos u merr me ta. Sigur ata që kohën e sodit të na që thojnë, e kush u kon atje më na kallëzu, hiç mos u merr me ta. Si thot kush u kon më na kallëzu, pa ka ditë gjykimi as ka, illa alladhina zalamu. Thon, i ngjason mushrikët e Mekës që fare s'ia vlen më marr me ta hiç. Hiç s'ia vlen fare më marr me ta. Se kuni fare argumenti s'është ky, kush u kon me të kallëzu. S'ka argument, s'është argument. Kjo është fjalë banale. Kjo është fjalë banale. Ti mundesh me argumentu me argumente të ndryshme, që ka logjik argumenti, ama jo me thonë kush e ka. S'është argument ky. Ose mushrikët e Mekës, u kthy Kakida se ka marrë molli për Mekën. S'është argument ky. Pritni se ka u kthy kënë fen tonë. S'është argument. Sepse Resulullah sallallahu alaihi wasallam u kthy dhe i ka thy putnat e tyre. Dhe ka shpërndarë tauhidin, njohurinë e Allahut subhanahu wa taala, që është wadhife punë të gjithë pejgamberëve. Pastaj Allah Azza wa Jalla thot, fala takhafuni, fala takhafuhum wa khafuni. Mos ju friksoni atyre. Friksoni mua, thot Allah Azza wa Jalla. Për çështjet e fesë, zbatimin e tyre. Mos ju friksoni atyre, as kujt, as i thtarëve të livrit, as mushrikëve të Mekës, kur do të qoftë ai. Nuk ja vlen musliman me u friksuar, as kujt, në praktikën e fesë së tij, në zbatimin e urdhrave të Allahut Azza wa Jalla. Wa khafuni, thot Allah Azza wa Jalla, friksoni mua. Pse? Wa li yutimma ni'mati alaykum. Në mënyrë thot që t'ja plotësoj mirësinë time ndaj juve. Fastabiqul khairat, shpejt zbatoni urdhrat e Zotit. A ka thënë Allahu Jalla wa Ala, shpejt zbatohet. Në mënyrë që ta plotëson Allahu mirësinë, ta plotëson fenë e tij, ta plotëson shariatin e tij. Shariat të cilin Allah Azza wa Jalla, fe të cilin Allahu Jalla wa Ala e ka porosit Ademin, e ka porosit Nuhun, e ka porosit Ibrahimin, e ka porosit Musën, e ka porosit Isën, me të cilin po e përmbyll me Muhamedit sallallahu alaihi wasallam. Ju thot muslimanëve, mos u merrni me të tjerët. Ktheu në këtë kibla, vazhdoni punën e hajrit, sepse Allahu po do m'ia plotësu fenë e juve sa më shpejt. Shariatin e Zotit sa më shpejt. Mos u bëni si të tjerët, se kanë ngecë rrugës. Pse, qysh, tek, si, kanë ngecë rrugës, e kanë hub rrugën, e kanë hub kiblën, edhe Allah Azza wa Jalla pastaj ka lënë të devijojnë. E këtë umet po e këshillon të sa më shpejt me kriju urdhrat e Zotit. Kjo është edhe me imanin kështu të dashur, edhe me imanin që ke në zemër. Sa më shpejt kryerja e urdhrave të Allahut. Zbatimi i namazit, zbatimi i agjerimit, zbatimi i zakatit, zbatimi i sadakas, urdhrimi për të mirë, ndalimi nga e keqja. Me lënë Islamin në zemrën tonë me dëpërtu, në mënyrë që Allah më na i plotësoj imanin. Sa më shumë kem ngecje në rrugtimin tonë drejt Zotit, pengesa i qesë me imanit, për i gjunoheve, për i mëkateve, për i gjërave të liga, nuk i zbatojmë urdhrat që duhet, nuk jemi musliman ashtu siç duhet, ne jem të e pengu mirësinë e Allah ndaj neve. Jem të e pengu imanin. Jem të e pengu imanin në zemër me bë punën e vet. E kur ja çelmi zemrën imanit me punë të harit, me punë të mira, Allah plotson imanin ton, bëmi të fortë pastaj. Për këtë kur është pyet një ulemat i Islamit, ka thonë zemër kam dy ujq të cilët ngrehin një ka e mira, një ka e keqa, dy ujq luftojnë zemrën të non stop. Ka thonë cili fiton? Ka thonë cilin ta ushqesh. Cili t'i japsh me hamër ma shumë. Ujku ti cili ta afron ka gjunohet, i jep gjunohet, aja mund këtë tjetërin. A ati i cili të urdhron për të mirë, dalon nga e keqa, e ushqen me gjërat mira, ai ka me mujt këtë keqen. Këtë Allah Azza wa Jalla po thotë, "Waliutimma ni'mati alaykum wa la'allakum tahtadun." Do të thotë gjeni rrugën e drejtë, mënyrë që ta gjeni rrugën e drejtë, sepse Allah subhanahu wa ta'ala
këtë ymmet e ka bëu ymmet të drejtë, ymmet wasata, ymmet i mesëm, ymmeti i artë, që Allah subhanahu wa taala e ka përmbyll me ta misionin e tij në tokë. Pastaj Allahu xhalla wa ala thot kema arsalna fikum rasulan minkum yatslu alaykum ayatihi. Asnimete shumë ju kum dhënë thot juve, saqë e kom plotësuar mirësinë time ndaj juve duke e dërguar Muhamedit sallallahu alaihi wasallam nga xhiri juaj, nga mesi juaj. Nimet më të madh se imeti i Muhamedit sallallahu alaihi wasallam nuk ka, sepse ka Resulullah alaihi salatu wassalam pejgamber të tij. E Allah azza wa jalla thot, nimet prej nimeteve, prej mirësive të Zotit ndaj juve është që ka dërguar nga mesi juve Muhamedit sallallahu alaihi wasallam. Yatslu alaykum ayatihi. E çfarë punë bën Muhamedi sallallahu alaihi wasallam? Yatslu alaykum ayatihi. Ai ka për detyrë më u lexu juve ajetet, argumentet e Allahut. Argumentet e Zotit, që nga Kurani famlart, që nga suneti i tij, qof nga kozmosi, që Allah azza wa jall i ka treguar Resulullah në përmjet ajeteve dhe haditheve për rëndësinë e argumenteve të Zotit xhalla shanuhu wa taqaddasat asma'uhu. Yatslu alaykum ayatina wa yuzakkikum, i cili ja u lexon thot ajetet tona. E para, e dyta, wa yuzakkikum, edhe ju pastron nga gjunohet. Ja u tregon rrugën si më u pastru prej gjunoheve. Si me pastru shpirtin nga shirku, me pastru veten nga shirku, si me pastru trupin nga papastërtit, si me gjetë rrugën e drejtë, si ju pastron nga gjunohet dhe ju tregon rrugën e sevapeve. Wa yuallimukumul kitaba wal hikma, pastaj ja mëson Kur'anin, librin e Zotit, wal hikma dhe sunetin e tij sallallahu alaihi wasallam, wa yuallimukum ma lam takunu ta'lamun, edhe ja mëson gjëra të cilat ju nuk i dinit. Ja mëson Kur'anin, i cili është udhëzim për njerëzit. Ishim të pallëzuar, Allah azza wa jalla nëpërmjet Kur'anit na udhëzon rrugën e drejtë. Nuk dinit si mu fal, nëpërmjet sunetit Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, na tregoi rrugën si mu fal. Ishim ignorant, thot Zoti xhallahu, ishit ignorant, xahilet, nuk dinit çka është e mira dhe e keqja. Nëpërmjet Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, nëpërmjet Kur'anit, nëpërmjet sunetit, ja mësoj dhe ju boni dietar më të mëdhaj, ja ngriti ignorancën nga vetja juaj. Ja ngriti ignorancën nga vetja ju bëj dietarët më të mëdhaj, të cilët e udhëheqni dynjan. Yu'allimumul kitaba wal hikma. Edhe ja mësoj ato që ju nuk i dinit. Ju nuk e dinit si u ardhe ekzistenca në tokë. Allah azza wa jalla ju tregoi nëpërmjet Kur'anit. Nuk e dinit se çysh është kriju Ademi. Allah azza wa jalla ju tregoi nëpërmjet Kur'anit. Nuk e dinit se ku krijuar, kush fut, çysh është nxjerr në xhenet, çysh është ardh tokë. Nuk e dinit se si është kriju fëmiu në barkun e nanës. Allah azza wa jalla ju tregoi nëpërmjet Kur'anit dhe sunetit. Nuk e dinit ju jetën si me jetu, ju tregoi si mu jetu o musliman, me dinjitet, me parime, me fe, me din. Nuk e dini se çka do ndodh pas vdekjes, ju tregoj juve se çka do ndodh në varreza, kush është musliman, si e ka jetën, kush është jo besimtar, si e ka jetën. Ju nuk dini asgjë nga dita e gjykimit, ju tregoj se si ndahen njerëzit në kategori, kush në xhenet e kush në xhenem. U yuallimukum ma lam takunu ta'lamun. As është mirësia e Allahut kjo? Wallahi është mirësia e Allahut. Pashat madhin Zot, me enejtë Allah Gjelle wa Ala mësejtë deri në kiamet. Me falendru Allah Gjelle wa Ala që në ka bo pjestar të këti dini, pjestar të këti ymeti, sallallahu aleyhi wa sallam, nuk mujna me i dalë hapësh Allah të zogjel. Wallahi, nuk mujna me i dalë hapë. Për këtë Allah zogjel për në thëtë, për kujtoni një metë dhe mirësit që ja kom dhanë, në mesin e të cilëve është Rasulullah, i cili ja mësoj librin, ja mësoj se si të pastroni nga gjunat, ja mësoj sunetin, ja mësoj gjëra që ju nuk i dinit. Pastaj thot Zoti, fadhkuruni adhkurukum. Fadhkuruni, përmendni mua, unë ju përmendi juve. Washkuruli wala takfurun. Edhe falenderoni mua, edhe mos me mohani mua, thot Allah azza wa jalla. Pas këtyre gjithë mirësive, thot falenderoni më Zotin. Përmendni Allahun azza wa jalla. Një që t'ju përmend Allahu juve. Thot një prej ulemave të Islamit, dashur vëllezër, një Uthman, një Abu Uthman ibn Nahdi, thot unë e di kur më përmend Allahu mu. Ju ka thonë talebëve det, ka thonë unë e di sakt
Kur Allahu përmend mua? Kur? Ka thonë fadhkuruni adhkurkum. Përmendni ju mua, unë ju përmend ju. Allah azza wa jalla thotë, ju bëni dhikr, unë ju përmendi juve. Ju përmend me Zotin, unë ju përmend juve. Çdo moment që ti e përmend Zotin, Allah përmend ti. Kjo thotë është argumenti. Për këtë thotë El-Mujahid rahimahullahu ta'ala kur e komenton këtë ajet fadhkuruni adhkurkum. Përmendni mua, thotë Allah azza wa jalla, me obligimet që ja kam bë, unë ju shpërblej me shpërblimet më të mira. Hasan al-Basri rahimahullah thot, Allah azza wa jalla thot, me kujtoni mua me adhurime, ju kujtoj juve me shpërblime. Me kujtoni mua me ato që ja kam bë obligim, thot Allah azza wa jalla, unë ju kujtoj juve me ato që ja kam premtue për shpërblim, xhenetin e Zotit. Xhenetin e Zotit. Shikoni sa është e rëndësishme dhikri përmendja Allahut. Falëndrimi i Zotit xhalla wa ala për mirësitë që na ka dhënë, për islamin që na ka dhënë, për nimetin e Kur'anit, për nimetin e Resulullah sallallahu alaihi wasallam, për nimetin e sunetit. Do të fadhkuruni adhkurkum. Përmendni mua, unë ju përmend ju. Ibn Abdurrahman ibn Sa'di rahimahullah ta'ala thot, sa herë që robi e përmend Allahun azza wa jall, Allahu subhanahu wa ta'ala e përmend atë dhe lëshon mëshirë mbi ta. Dhe lëshon mëshirë mbi ta. Gjithashtu është pyet ky Ebu Uthman ibn Nahdi, ka thonë o dietar, ka thonë ne po e përmendni Allah, po nuk po mundna me gjetë ëmbëlsinë e të përmendjes Allahut. Ka thonë falenderoni Allahun azza wa jall, që ja ka mundësu që një pjesë e trupit juaj e përmend Allah. Një pjesë, e një pjesë tjetër, halas është e përmend Zotin, se s'pe gjen ëmbëlsinë. Ama prapë falenderoni Allahun që një pjesë e trupit juaj është përmend Allah. Gjuha juaj është duke qëndruar lagur me përmendjen e Zotit xhalla shanu. Muadh ibn Jabal radhiyallahu ta'ala anhu, sahabi Rasulullah sallallahu alaihi wasallam thot: gjëja që më së shumti që shpëton robën nga dënimi i Allahut është përmendja e tij. Gjëja që më së shumti e shpëton robën nga dënimi i Allahut është dhikri, përmendja e Zotit. Për këtë ka ardhur hadith prej pejgamberit sallallahu alaihi wasallam, hadith al-Qudsi. Ku Allah azza wa jalla thot, në qoftë se robi më përmend mua në veten e tij, heshtazi, me zemër ose me gjuhë poshtë vet, thot Allah azza wa jalla unë e përmend në veten e tij. Në qoftë se robi thot më përmend në mas, më falenderon në mas, në mesin e njerëzve, unë thot e falenderoj në një mas jo më e hajrit se masa e tij. Pra Allah azza wa jalla na përmend në mesin e melajkeve. Me emën dhe me mbiemën, filani biri filanit po më përmend në tokë. Asa është ndera? Wallahi nderi madh. Thot në qoftë se robi më afrohet sa një plan me përmendjen time, unë i afrohna sa një krah. Qoftë se robi më afrohet sa një krah me përmendje dhe me dhikr, unë i afrohna, thot Zoti, sa 2 krah të hapur. Në qoftë se robi më afrohet duke më përmend sikur duke ecur shpejt, unë i afrohna duke vrapu. Kështu është raporti jonë me Zotin xhalla wa ala. Kështu duhet me qenë raporti i besimtarit. Fadhkuruni adhkurkum, përmendni mua, unë i përmendi juve. Për mirësitë që ja kam dhënë. Andaj dashur vëllezër, a nuk ja vlen që gjuha jonë të jetë e lagur me përmendjen e Allahut, me fjalën la ilaha illallah, me fjalën subhanallah, me fjalën alhamdulillah, me fjalën Allahu akbar, me fjalën subhanallahi wa bihamdihi, subhanallahi al-azim, me fjalën la ilaha illallah wahdahu la sharika lah, lahu al-mulku wa lahu al-hamdu wa huwa ala kulli shay'in qadir. E shumë dhikre tjera me astaghfirullah, e me shumë dhikre tjera që kanë ardhur në sunetin e Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Pastaj Zoti xhalla wa ala thot: "Washkuru li wa la takfurun." Falenderoni mua dhe mos më mohani. Mos më mohani. Falenderoni Zotin. Në qoftë se dëshironi me ia ushtu mirësitë, qoftë të imanit, qoftë të islamit, qoftë të dynjas, qoftë të ahiretit. Sepse ai që falenderon Allahun, Allahu i ka shtu bereqetin. Ashtu siç thot: "Wa ta'adhana rabbukum la in shakartum la azidannakum." Qoftë ju falenderoni, Allahu thot ja kum shtu mirësinë. Ja vshtoj mirësinë, ja vshtoj bereqetin, në qoftë se ju falenderoni. "Wa la in kafartum inna 'adhabi la shadid." Qoftë se ju mohani, dini që dënimi im është i rëndë, thot Allahu subhanahu. Dënimi im është i rëndë. Ata që
e kthejnë mirësinë e Zotit me mohim, Allahu ka premtuar dënim të rënd për ta. Sepse thot: "Alam tara ila alladhina baddalu ni'mat Allahi kufra wa ahallu qaumahum dar al-bawar." A nuk I shikon ata të cilët mirësinë e Zotit e kthyen në kufër, në mosbesim, në vend që ta falenderojnë Allahun për mirësinë e pejgamberllokut, për mirësinë e pejgamberëve që I kanë pas, për mirësinë e imanit, për mirësinë e Kur'anit, për mirësinë e Tevratit, për mirësinë e Injilit, për mirësinë e pejgamberëve, ata e kthyen në urrëtie, në mosbesim, kufra. Edhe e puruan popullin, e afruan popullin e tyre dar al-bawar, afër dënimit, afër shkatrimit. Allah Azza wa Jall neve symet për na mëson, mos u bëni si të tjerët të cilët mirësitë e Zotit I kanë kthy në përbuzje, sepse kur e përbuzmi mirësinë e Zotit, Allahu Jalla wa Ala ta merr edhe ja jep tjetër kujt. Edhe ja jep tjetër kujt, sepse tek Allahu nuk vlen ngjyra, raca, gjinia, inna akramakum inda Allahi atqakum, më I miri për jush në mesin e juve është ai I cili është më I devotshëm tek Allahu subhanahu wa taala. Me të vërtetë to ajete të dashur vëllezër, neve na shtytin që të jemi sa më shumë falënderues ndaj Zotit për mirësinë e imanit, për mirësinë e Islamit, për mirësinë e Kur'anit, për mirësinë e Muhammed Mustafa sallallahu alaihi wasallam, për mirësinë e sunetit, për mirësinë e ardhes në xhami, për mirësinë e ndëgjimit të derseve, për mirësinë e ndëgjimit të fjalës së Allahut azza wa jall, sunetit të Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, për mirësinë e faljes së namazit, e rëmjes në sejdë, agjerimit Ramazanit, sadakat, zeqatit, dhikrit, të cilat shumë e njeri është I privuar për tyre. E ne nuk jemi të privuar, a nuk ja vlen që ta falenderojmë Allahun azza wa jall për to. Sa njeri sot në vend që tjetë në mezhlis me neve, është ndoshta në një vend që I bën haram Zotit xhalla xhala. Sa ka dallim ky mezhlis me atë mezhlis? Në një mezhlis që prezantojnë me lajket, me një mezhlis që prezantojnë shejtanët. Me një mezhlis që Allah azza wa jall është I kënaqur, me një mezhlis tjetër që Allah është I hidhruar. Andaj ti ndjejmë këto mezhlise dhe këto nimete dhe këto mirësi në mënyrë që ta falenderojmë Allahun azza wa jall duke lutur Allahun që të na shtojë mirësitë e Tij ndaj neve, na bëj të dashur për neve imanin dhe veprat e mira dhe na bëj të urryer mosbesimin dhe veprat e liga. Wallahu ta'ala alam. Wa sallallahu ala nabiyyina Muhammad wa akhiru da'wana alhamdulillahi rabbil alamin.